pranishëm, ju e dini se femra, gruaja, është forca ekuilibruese e familjes dhe e shoqërisë, dhe se pas një gruaje të mirë vjen një burr i suksesshëm, pas një nëne të mirë vijnë fëmijë të edukuar dhe të moralshëm, dhe pas një familje të edukuar dhe të moralshëm vjen një shoqëri më e mirë. Femrat po fitojnë gjithnjë më shumë të drejta dhe më shumë rol e integrim në jetën sociale, politike dhe ato ekonomike. Por me gjithë dëshirën e mirë për progres, përsëri gruaja ende diskriminohet, kërcënohet dhe nuk i jepet e drejta që të avansohet aty ku është dhënë besimi, aty ku është e çmuar si femër intelektuale, duke i gëzuar të drejtat e barabarta si edhe burrat. Bëhet fjalë për rastin e fundit, ku BDI dhe strukturat e saj të larta të i kaluan çdo përmas të logjikës dhe botës normale. Nuk njeh historia që një shtet demokratik të ketë ndodhur një gjë e tillë, ku përpos kërcënimeve që të mos dalim të votojmë në zgjedhjet presidenciale, e morën guximin që të më kushtëzojnë ose të jap dorëheqje nga lista për deputet, ose në të kundërtën të më largojnë nga puna. Edhe pse i kam të kryera 2 fakultete dhe jam në përfundimin e magjistraturës dhe se kam vendim në kohë të pacaktuar. Por, të nderuar të pranishëm, ata e gabuan adresën. Unë nuk i frigojmë dhe nuk mposhtëm nga njerëz të tillë që nuk dinë të bëjnë tjetër për post të frigojnë e të kërcënojnë njerëz të devotshëm dhe të ndershëm. Por unë u a them tani publikisht se nuk i frigohem as kujt për post Allahu të madhërisëm dhe fuqiplot. Dhe se unë nuk jam e vetme, kam përkrahjen e familjes, miqeve, shokëve, të ndërkombëtarëve dhe ambasadave të huaja. Ju kam juve. Unë do luftoj për avansimin e femrës në të gjitha sferat e jetës, ashtu siç luftoj për veten dhe për drejtat e mia. Pra, është koha që të mendojmë lirshëm, të shprehemi lirshëm dhe të marrim frym lirshëm. Është koha që t'i themi stop dhunës, kërcënimeve, shantazheve, shtypjeve. Pra, është koha që të zgjidhni opcionin më të mirë. E kjo padyshim kush është? Vetëm Rilindja Demokratike Kombëtare, apo jo? Pra, të nderuar të pranishëm, më 27 prill ju ftoj masivikisht të dini dhe të votoni numrin 6. Ju faleminderit. Gjithsesi kemi shpresë, sepse kemi para vetes njeriu dhe liderin i cili ka dëshmuar në kohët e saktuara, dhe gjithsesi e ndjejmë veten të obliguar që të jemi dinjitetshëm dhe të përfaqësojmë ashtu siç e ka hije populli shqiptar. Jemi dëshmitar se gjëmë tani. Dinjiteti i popullit tonë është në përkombër në mënyra të ndryshme, por të vetëdijshëm para sfidave para të cilave do të ndodhemi, por guximshëm dhe vendosshëm, kemi vendosur që të konkurrojmë me vlera dhe jo me retorik të thatë siç bëjnë ata gjithandej dhe kur dalin në vendet e caktuara, se qofshin në forma të tjera. Andaj, po them përfundimisht që ka ardhur koha që ne të zgjedhim opsionin më të mirë dhe të dim të zgjedhim njerëzit të cilët do të përfaqësojnë interesin tonë të mirëfillt dhe do dinë të çojnë më të tjerë proceset dhe do të përfaqësojnë interesin kombëtar shqiptar mbi të gjitha. Ju falenderit. Është një nder i veçantë për mua që të dalë para jush të prezantojmë platformën e Rilindjes Demokratike Kombëtare, një platformë që besoj është në zemrat tuaja, në shpirtin tuaj për dekada den babaden, dhe besoj se tani ka ardhur koha që një farë mënyre atë që e keni pas në brendi, në zemrat tuaj, në shpirtin tuaj, ta nxjerrim në sipërfaqe më 27 prill. Të nderuar dhe breshës, shfrytëzoj këtë rast që të përcjelli disa mesazhe deri tek ju dhe ju më pas të përcjellni këtë mesazh të njerëzit tjerë që sonde nuk i kemi prezent dhe shpresojmë që nëpërmes mediumeve këtë mesazh ta marrin edhe njerëzit që nuk mund të jenë prezent këtu. Shumica e njerëzve po pyesin,
se pse jemi në këtë gjendje, në këtë deregje që jemi. Unë po ju them juve se kemi përgjigje se pse ne jemi në këtë deregje që jemi. Nuk ka njeri që e pyetni ju dhe që thjesht nuk thatë nuk shkon kjo punë më kështu. Duhet me hik për këtij vendi, të marrim gurbetin, të marrim migrimin. Unë besoj se ka një përgjigje se pse ka ndodhur kjo deregje me politikën, me shqiptarët, me udhëhecit në parlament dhe në qeveri në përgjithësi. Përgjigja e vetme është kjo, se këta njerëz janë në hipoteka dhe apoteka të thellë. Këta njerëz jo vetëm që janë në hipoteka, por thjesht aq shpesh i vizitojnë edhe apotekat që nuk mund të paramendoni. Para do kohe ndëgjuam nga zëvendës kryeministri se thatë se krejt njerëzit e BDI-s nuk kanë asnjë hipotekë. Unë po ju them se krejt njerëzit e BDI-s janë në hipotekë dhe në hipotekë të thellë. Hipotekë do të thotë kur nuk e kije punën të pastër. Kur diçka gjatë kësaj periudhe 12 veçare keni bua probleme. Kësaj i thojnë hipotekë. Dhe këta njerëz janë në hipotekën e Nikola Gruevskit dhe Sasha Mijalkovit. Dhe prandaj këta njerëz nuk guxojnë të kërkojnë asgjë për popullin shqiptar, sa ato e kanë gajlen e vetvetes, nuk e kanë gajlen e popullit shqiptar. Prandaj këta njerëz nuk kërkojnë asgjë për ju dhe për gjithë vendbanimet tjera shqiptare. Prandaj gjithë investimet kapitale bëhen në vendbanimet Maqedonas. Për shkak se këta që i kemi përfaqësues në qeveri kanë hipoteka të thella dhe nuk guxojnë ta çelin gojën të lipin diçka për shqiptarët, se dikush më i madh u thatë mshilni aguën se të vanxerim në sipërfaqe dosjet e juaja kriminale. Prandaj ne jemi në këtë deregje burra. Prandaj është shumë me rëndësi që një herë për gjithmonë të çohemi në këmbë, zëri jon të ndëgjohet thellë, që të eliminojmë këta njerëz atje, që të vendojmë njerëz që janë pa hipoteka dhe pa apoteka këta njerëz. Për shkak të këtyre hipotekave që i kemi këta njerëz për 12 vite, këta njerëz mundohen me të madhe. Profesor Izet Zeqiri na vin këndej. Arsia e vetme është hipoteka. Prandaj këta njerëz me të madhe mundohen të mbjellin frikë të popullata shqiptare për shkak të hipotekave të thella. Këta njerëz nuk lejojnë që shqiptarët të frymojnë lirshëm. Këta njerëz dalin në podium që kështu dhe thojnë lusim Gruevskin, mos na friksoni popullatën. A haron ai se pikërisht ai person e frikson popullatën shqiptare. Unë nuk e di kush po frikson. A Gruevski e frikson Aliun, apo Aliu e frikson popullatën shqiptare? Nëse je i pastër Orbur, s'ke nevojë të friksohesh as nga Nikola, as nga Sasha. Prandaj ato ne mundohen që të mbjellin frikë të popullatës shqiptare. Dhe unë kërkoj prej jush që të duroni deri me 27 prill, le të sulmojnë, le të friksojnë, le të nxjerrin sipërfaqe shantazheve të natyrave të ndryshme. Ju me votën e lirë, me 27 prill, do t'i dënoni këta njerëz që janë në hipoteka të thella të shtetit. Është koha që njëre për gjithmonë t'i çojmë atje ku e kanë vendin këtone. Prandaj ju lus, masovikisht, të dilni me 27 prill, hiç mos friksoni as pak, qërpiku mos u friksohet as pak, të votoni Rilinjë Demokratike Kombëtare, të votoni njerëzit që nuk kanë kokë hipoteke, vetëm këtë mënyrë mund mbrohet interesi i kombit shqiptar. Faleminderit dhe na prifte mbara. Të nderuar bashkëqytetar, zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma. Më lejoni të konstatoj se ne patëm rastin që sprovohemi para jush,
falë besimit tuaj dhe veprave që ne i lam pas që nga 2009 të këndej. Ne as që kemi ndërmend t'i përmendim ato, sepse vota juaj ishte obligim për ne, dhe ne bëm maksimumin e mundshëm që të tregohemi të përgjegjshëm dhe ndërgjegjshëm para Zotit dhe para jush. Dhe bëm atë që të tjerët me vite se bën dot për ne dhe për ju. Të nderuar, ju apeloj që të mos ju besoni atyre të cilëve nuk ju përputhen fjalët me veprat. Dhe njëherit, dijeni mirë se s'ka kush ju merr aq sa mundit Zotit ju jep. Të nderuar, tani më pas gjithë asaj që është duke na ndodhur në skenën politike neve si shqiptar, e sidomos zhvillimet e fundit e bëjnë më së të qartë se opsioni politik cilin e përfaqëson Rilindja Demokratike Kombëtare mbetet e vetmi alternativ politike për ne shqiptarët e Maqedonisë. E cila ofron, siguron dhe garanton përfaqësim dinjitos të përgjegjshëm dhe profesional. Populli ynë ka nevojë për pak fjalë dhe për shumë punë, dhe ne jemi të gatshëm për këtë sfidë. Rrugë dalje tjetër nuk kemi. Është koha që t'i bashkojmë gjitha kapacitetet intelektuale, fizike dhe materiale dhe duke i hapur rrugë kompetencës, diturisë që nëpërmjet punës dhe veprave konkrete ta ndryshojmë gjendjen tonë të përgjithshme. Për këtë arsye, ju lus që me 27 prill të dalim masovikisht dhe të votojmë Rilindjen Demokratike Kombëtare duke rrethuar numrin 6. Ju falenderoj nga zemra. Për të arritur një rezultat të konsiderueshëm, duke u bërë faktor determinues në qeverisjen e ardhshme të Maqedonisë, e cila për hir të së vërtetës ka nevojë të domosdoshme për një filozofi të re kombëtare dhe trajtim të ri ekonomik ndaj buxhetit shtetëror. Pa më dyshje, këtë më së miri mund ta bëjnë profesorët universitar, ekspert të kësaj lëmie. Aftësia e tyre e përzier me vlerat e ndeshmërisë dhe përkushtimit të një intelektuali shërbyes do të jenë përfaqësuesit tanë më të denj në Kuvendin e ardhshëm. Ftoj të merr fjalën njeriun më të zënshëm, deputetin më të denj të Republikës së Maqedonisë, Zotri Izet Zeqiri. Unë 200 dit isha në parlament, por diskutova 750 herë. Propozova me 10 ligje, propozova mbi 1500 amandamente. Parlamenti ka sjell mbi 2700 ligje. Pyetni përfaqësuesit e BDI-s, a ka ndonjë ligj me emrin e tyre dhe me vullën e tyre të propozuar në këto 2700? Nuk ka. Të nderuar, unë do të flas për platformën e Rilindjes Demokratike Kombëtare. Nuk është platformë që ka 100 faqe, ka 100 faqe, sepse nuk përmban asnjë germ, asnjë shkronjë të platformës së VMRO-DPMNE-s. Është platformë e shkruar për intereset e shqiptarëve. Rilindja Demokratike Kombëtare do të angazhohet për të drejtat dhe barabarsinë e popullit kombit shqiptar në Republikën e Maqedonisë. Ajo fillimisht do të angazhohet të korrigjon dispozitën e ligjit mbi flamurin shtetëror, ku flamuri shtetëror do t'ia kthejë në madhësinë të barabart aq sa e ka flamuri shtetëror maqedonas, e jo më pak për 1/3 se flamuri shtetëror. Rilindja Demokratike Kombëtare do të angazhohet që flamuri kombëtar shqiptar të valon
jo atje ku është populata shqiptare mbi 50%, po atje ku populata shqiptare është shumicë mbi 20%, dhe do t'i kthen që 12 komunave që janë përjashtuar nga përdorimi i flamurit, si që është komuna e Kumanovës dhe komuna tjera që të përdoret flamuri kombëtar shqiptar. Rilindja Demokratike Kombëtare do t'inicion ligje të tilla në ditët e para të Parlamentit të Republikës Maqedonisë. Do t'iniciojmë ligj për përdorimin e gjuhës shqipe në Republikën e Maqedonisë. Do t'iniciojmë ligje për decentralizimin e pushtetit. Do t'iniciojmë ligje për zhvillim të barabartë të gjitha regioneve në Republikën e Maqedonisë, për zhvillim policentrik të gjitha regioneve. Do të angazhohemi për zhvillim të biznesit të vogël dhe të mesëm. Nuk pajtohemi me të dhënat se 2011-2014 200 milion euro për biznesin e vogël dhe të mesëm të marrin të gjitha firmat e VMRO-t dhe PMN-s e asnjë firmë shqiptare. Ne do të angazhohemi për investime edhe në regionet shqiptare. Nuk pajtohemi me tezën e 1.670 milion euro investime të huaja të shkojnë në regionet ku nuk jetojnë shqiptarët. Nuk pajtohemi me të dhënat se 2011-2014 nga 640 milion euro investime të huaja dhe hapje 15.000 vendeve punës në zonat teknologjike zhvillimore të shkojnë të gjitha në regionet ku jetojnë në Maqedonë. Nuk do të pajtohemi me politikën e zhvillimit të bujqësisë, ku jepen 640 milion euro subvencione për bujqësi në kushte ku bjen prodhimi bujqësor dhe më shumë Maqedonia importon produkte bujqësore. Jo subvencione bujqësisë për blerjen e qetësisë sociale dhe për manipulimin politik të njerëzve për të votuar partitë politike në pushtet si që është VMRO, DPMN dhe BDI. Nuk pranojmë tezën se shqiptarët kanë marrë 140 milione euro për zhvillimin e bujqësisë subvencione. Ata nuk kanë marrë as 1% nga këto 140 milion gënjeshtra. Nuk pajtohemi me investimet që janë bënë në infrastrukturë. Investimet të cilat proklamohen në infrastrukturë se janë për regionet shqiptare nuk kapin as 5% të atyre investimeve. Nuk pajtohemi me proklamimin se ne ndërtojmë autostrada. Kjo qeveri për 8 vite vetëm 8 kilometre ka ndërtu autostradë. Nuk pranojmë tezën se ndërtojnë koridorin 8, po ato ndërtojnë koridorin 10 me investime konkrete, posaçërisht me 100 miliona euro autostradën Demir-Kapi-Smokvic dhe investimet në koridorin e 10 për infrastrukturën hekurudhore. Ne nuk do të lejojmë që këto investime të bëhen vetëm në regionet ku jetojnë Maqedonë. Ne do të angazhohemi për zhvillimin e arsimit, do të angazhohemi për përmirësimin e kushteve të mësimit të nxënësve, për rritjen e cilësisë, do të angazhohemi që Ministria e Arsimit të shpërndajë në mënyrë të barabartë parat për kokë të nxënësit, si të nxënësit dhe shkollat shqiptare, ashtu edhe të ato maqedone. Jo si që është proporcioni tash 2-1 për komunat maqedone. Do të angazhohemi për zhvillimin edhe të kulturës. Ne do të inicojmë më njëherë sa të kthehemi në parlament ndryshimin e ligjit mbi kulturën, për financimin e kulturës shqiptare, për decentralizimin e kulturës shqiptare. Nuk do të lejojmë që të gjitha parat t'i kontrollon Shkupi, por ta decentralizojmë edhe kultura kombëtare shqiptare ta zhvillojnë komunat ku janë shumicë shqiptare. Do të angazhohemi për zhvillimin e sportit, për zhvillimin e të rive, për zhvillimin e gjithëbashëm të shqiptarëve. Besoni se Rilindja Demokratike Kombëtare ka projekt, ka strategji, është papranueshme mohimi i të pasurit platform pikrisht të atyre njerëzve që vetë i shkruajnë platformat. Është papranueshme të thuhet për një fletore pune për njerëzit që kanë mbi 2000 faqe libra të shkruara. Është papranueshme nënçmimi i që i bëhet Rilindjes Demokratike Kombëtare që
Gjersa erdhi Ririndja Demokratike Kombëtare në pushtet, asnjëherë shqiptarët nuk dinin ta përmendin çka është buxheti. Por kur erdhëm ne dhe kur i shtruam të gjitha problemet e shqiptarëve në parlamentin e Maqedonisë, atëherë ju kujtu shqiptarëve se ka buxhet dhe atë buxhet mbi 35% e mbushin shqiptarët, a nuk marrën as 5%. Ju lutem, ajo që dëshiroj t'ju them, ju duhet të na mbështetni. Të mbështetni Rilindjen Demokratike Kombëtare. Na duhet peshë politike, na duhet të kemi grup parlamentar. Punën që e bëjsha në parlament nuk mund të ta bënte askush, po akuzat kryesore që më jepnin thonin se ti nuk je politikisht i fortë. Ne kemi partner tjetër politikisht të fortë. Kur ti do t'i marrësh 10 deputet, atëherë do të bisedojmë ne me ty, se tash kemi partnerin ton me cilin bisedojmë dhe nuk kërkon asgjë përveç foteljes dhe mbushjes së xhepave në dëm të shqiptarëve. Faleminderit. Personaliteti mençurisë, sinqeritetit, drejtësisë dhe mbi të gjitha guximit, epitete që na çojnë drejt fitores. Ai i cili jetoj si kur të vdiste nesër, por mësoj dhe punoj për ju si kur të jetoj për gjithmonë. Ai të cilin krenaria e bëri të fort, e jo lumturia. Në jetë ka një gjë të vlefshme, një personalitet me vlera të larta njerëzore, një emër i dijes dhe sakrificës që ja vlen të luftosh deri në fund për të ndërtuar ardhmërinë e juaj të sigurt. Kam derin dhe respektin të ftoj për para jush kryetarin e Rilindjes Demokratike Kombëtare, profesor Dr. Lupi Osmani. Jam këtu para jush të rikonfirmoj se ajo që është vlerë e veçantë e jona të cilën ju e çmoni janë kuadrët tona. Janë njerëzit e dijes, mendjes, nderit, moralit. Unë jam i nderuar që sonte para jush të rikonfirmoj se ne kemi kandiduar di personalitete që janë qytetarë të Debreshit dhe që përfaqësojnë dijen, nderin, profesionalitetin. Njërin e kemi në diasporë dhe ajo është Enver Osmani, dhe tjetrin e kemi avokatin e nderuar Sadatin. Këtë mënyrë të nderuar Debreshas, unë konfirmoj praktikisht me ekipën time se vazhdoj të çmoj shumë për krajen që ju në vazhdimsi na i keni dhënë nga viti 2009, 2011, 2013, dhe jam i bindur që në këto zgjedhje do ta rikonfirmoni edhe më fuqishëm duke votu për një fitore të madhe të Rilindjes Demokratike Kombëtare në Debresh dhe në diasporën shqiptare. Të nderuar miq të RDK-s, ndëgjova me vëmendje fjalimet e kolegëve të mi paraprak, po jam duke i lexuar edhe disa këngë të disa lepujve dhe disa papagallave politik, të cilët pa fije turpi flasin atë që nuk e fol asnjë njeri rëndomt. Unë ju them këtu para jush, le turnojnë, le t'i bëjmë publike, kur i kanë regjistru fakultetet, kur i kanë mbaru fakultetet, a kanë ndonjë ditë përvoj pune, a kanë ndonjë tekst të shkruar, a kanë ndonjë libër të shkruar, a din që është projekti, a kanë qenë ndonjëherë projekt menaxher, a kanë realizu projekte ndonjëherë, dhe do shifni se ato njerëz janë vetëm një kopje zbet e një copy-paste variante që dikush tjetër u a shkruan fjalët dhe i mësojnë përmendësh dhe dalin para njerëzive dhe bëjnë si papagalla. Po harojnë se ne nuk jemi në zajas këtu që të na mbajnë ligjërata si që mbajnë para një kopeje me dele, me dhen, me sallata, me livade.
Këtu ka mendje, ka dije, ka kujtes, ka njerëz që vetë menaxhojnë projekte, ka projekt menaxhera që kanë verifikim, jo vetëm lokal, jo vetëm republikan, po edhe ndërkombëtar. Jam këtu që t'i udhëzoj, të mësojnë se kur një i ri mbaron 18 vjet dhe fiton të drejtën për të votuar, ai nuk fiton të drejtën për të punuar, pa ai fiton të drejtën për të votuar që më pas të vazhdon studimet dhe mbasi të mbaron studimet, atëherë të aplikon për punë. Dhe me sa duket një njeri, si që thonë dibranët, kur i nemin njerëzit, ato i nemin me këtë shpreje, Zotit a rrit menden, dhe ati është rrit mendja nga punët e kota, nga të bëmet e pakta, po nga fjalet e mdhaja dhe nga renat e mdhaja, që jashet vetes, po nuk mund t'jashet popullit shqiptar. Jam këtu para jush të nderuar dhe breshas, që të rikonfirmoj, të bëni krahasimin, kur ne qeverishim komunën, edhe atë ne qeverisëm realisht vetëm 2 vite. 2 vitet e para ne paguam borgjet e një zullumqari që ki patriotin Thojza nga Zajazi, duke na vjedh fitoren vjet në Gostivar e riktheu sërisht në vendin e krimit, në vendin e zullumit që të shkatron një komunë që kishte relevancë ndërkombëtare. Krahasoni punën ton, investimet që ne i bëm në Debresh, punësimet që i bëm dhe krahasoni punën e tyre, jo vetëm për 1 vjet, po për 10 vjet sa janë në pushtet. Dhe do mirëni përgjigje se ato janë sinonim, simbol i të keqes, janë ogurzi për kombin shqiptar, janë njerëz që djegin të tashmen dhe të ardhmen e shqiptarve vetëm për të mbushur pat e tyre me parat korruptive dhe më pas për të ashit gënjeshtrat e vjetra si premtime të reja në televizione nacionale publike, si njëri që e kemi sonte këtu dhe një televizion tjetër privat të cilit i paguajnë për 1 orë në ditë nga 100.000 euro. Jam këtu të demaskoj këtë ter informativ dhe t'i kërkoj këshillit për radiodifuzion, të kontrollon punën e këtyre televizioneve dhe t'u kërkon që ato të aplikojnë obligimin ligjor për informim të drejt dhe objektiv. Sepse ne kemi tubime ku ka shumë njerëz, ku janë njerëzit e vullnetit të mirë, ku ka njerëz me guxim, ku ka njerëz që nuk u frigohen tyre marksistave, leninistave dhe enveristave të kaluar që sot janë bërë anarkista modern. Sot të nderuar miq, është pikrisht Ervan Fuere, ish ambasador i Unionit Europian, këtij fodullit që tankon flet për NATO, për Unionin Europian, dhe nuk e kupton se NATO dhe Unioni Europian janë vlera, janë standarde, janë drejtësi, janë përparim, është ekonomi, po nuk është korrupsion, nuk është rem, nuk është gënjeshtër, nuk është mashtrim, dhe ja dha përgjigjen se thirrja e tyre për gjoja bojkot të zgjedhjeve prezidenciale është një veprim anti-integrimit, anti-NATO-s dhe anti-Unionit Europian. Po pse e mbajnë këto këtë qëndrim? Po këto e mbajnë këtë qëndrim të nderuar miq që t'u fiton partneri i tyre i koalicionit në zgjedhjen e të diellës, sepse ashtu e kanë pazarin, sepse duke u rekomanduar shqiptarve të mos dalin në zgjedhje për prezident, ato mundsojnë që të vazhdon koalicioni i krimit, i zullumit, koalicioni i cili këtë shtet, këtë milet dhe këtë ekonomi e ka sjell buz falimentimit. Të nderuar Debreshas, e di se jeni lodhur me kampanjë, me premtime, me kritika, po pse jo, me çka jo.
Në esencë, ne jemi këtu, tu japim përgjigje këtyre personave se asgjë nuk fillon dhe nuk përfundon me këto. Tu tregojmë se 10 vite kërkuan dhe morën mandat nga populli dhe nuk realizuan 10 projekte, a lërë më 1000 projekte që janë rena të radhës të BDI-s, a të mos flasim për 1000 projekte që janë rena të radhës të VMRO-s. Kur e jap këtë konstatim, ju ofroj këto argumente. Për 4 vitet e kaluara, mezi kanë realizuar 350 milion euro investime kapitale, ndërsa si tandem rekomandojnë dhe premtojnë se do të realizojnë projekte në vlerë prej afërsisht 3 miliard euro. Mund të imagjinoni nëse mirëni këtë dinamik, atyre nuk ju duen 4 vjetë, po ju duen ndoshta 14 vjetë. E them këtë vërtet se këto njerëz kam problem me numrat, kam problem me matematikën, po nuk kam problem kur vjedhin parat e popullit, mbushin xhepat e tyre dhe më pas ofrojnë reklamat e reshme na për televizione nacionale dhe lokale. Unë jam i bindur se ju si Debreshas dini të bëni dallimin. Duhet të kërkoni llogari se 250.000 euro para që unë i sigurova nga Banka Botërore për të realizu rjeti ujësjelësit tuaj në Debresh, ki zullumqar që është në komun i humbi, sepse nuk realizoi projektin konform standardeve dhe kriteriumeve të Bankës Botërore. Si kur mos ishte bë ai zullum vitin e kaluar, ne si vjet do ta kishim përfundu këtë projekt dhe do vazhdonim me projektin e kanalizimit, para të siguruara nga KV Banka. Pyetni, hajde një lutë. Pyetni të nderuar Debreshas, këto që ndrojnë mbi 1000 projekte, pse nuk e përfunduan sallën sportive në fshatin tuaj? Edhe sa vite mandat ju duhet që ta përfundojnë? Pyetni pse nxorën mbi 30 intelektual të sojt të nderuarës Miqereme nga puna? Pse u pengonte dia, guximi, vizioni? Pyetni pse nxorën 500 shqiptar nga Gostivari nga puna vetëm për një vit? Pyetni pse me parat tona realizojmë projekte vetëm në lagjet Maqedone, Rome dhe nuk investojnë në vendbanimet më të mëdha shqiptare në Gostivar, si Debreshi, Çegrani, Forina, Çajla, Balindolli. Pse? Sepse populli shqiptar u dha kartonin e kuq, do a jep sërish të diellën, apo jo? Të nderuar Debreshas, dëshiroj të jap një mesazh atyre. Nuk i kuptojnë konceptet elementare politike dhe juridike. Kemi kuadro të cilët do mbajnë seminare falas dhe të spjegojnë se ka nevojë të bëjnë dallimin ndërmjet personit në funksion dhe kompetencës së funksionit. Këndojnë se dashkan njërin nga funksionet kryesore të shtetit ta menaxhojnë ato. Kryetarin nuk e morën dot të shtetit, po ta kishin marrë cilin do i kishin propozu. Po propozonin Lazar Elenovskin dhe shqiptarësh ai si thoni ju. Ki ishte propozimi i tyre. Kryeministrin mund ta shohin ëndër, kërkojnë spikerin e parlamentit. Ne u themi nga këtu, le të vinë Rilindja Demokratike Kombëtare, ka jurista të mirëfillt si Sadati, deputeti Naxhiu dhe shumë të tjerë, të cilat do t'u spjegojnë se neve na duhet ndryshimi i kushtetutës
na duhet të bëhemi shtet formues dhe të hekim atë hipotek që profesor Veseli e përmendi, se ne nuk jemi numri 20% si që na ka bërë ki fodulli i Zajazit. Ne jemi populli shqiptar, populli shtet formues, ku në Maqedonin shqiptare. Prandaj, votoni për Maqedonin shqiptare, votoni për rilindjen demokratike kombëtare. Faleminderit.